Avokati Lubomir Pantović konfirmoi për Kosova Online se gjykatësi në Prishtinë dënoi Aleksandr Vlaiqin me 5 vjet burg dhe 1.000 euro për posedim të paligjshëm të armë, por ai nuk donte të jepte më shumë detaje për shkak të ndjeshmërisë së çështjes. Vlaiq akuzohet se së bashku me 3 serbët e tjerë ka kryer një sulm terrorist në ambientet e Komisionit Komunal Zgjedhor me 6 dhjetor të vitit 2022, kur gjatë një proteste serbe u hodhën 2 granata dorë dhe 2 bomba shokuese, të cilat, siç thuhet në akt akuz, rrezikuan jetën e njerëzve. Milun Milenković dhe Aleksandr Vlaiq janë në paraburgim, ndërsa të tjerët po mbrohen në liri. Në këtë ditë në Graçanic në vitin 2004 u vra 17 vjeçari Dimitrije Popović, fati tragjik i të cilit është një nga simbolet e vuajtjeve të popullit serb në Kosovë pas mbritjes së forcave ndërkombëtare. Dhuna ndaj popullit serb tani është institucionalizuar dhe po zhvillohet para bashkisë ndërkombëtare me qëllim të egzotit të serbëve. Theksohet nga zyrja për Kosovë dhe Metohi, Popović nga urrëtia e pastër dhe pa asnjë faj apo arsye u qellua për vdekje nga një i mitur shqiptar. Shpresojmë që asnjë nga bashkëdhetarët tonë në Kosovë të mos bëhen viktime krimeve të urrëties edhe në të ardhmen, thuhen nga zyrja, dhe në një shërbim përkujtimor u mbajt për të riun e vrarë në qendër të Graçanicës. Docenti në Fakultetin Juridik në Mitrovicën e Veriut, Dushko Qelić, vlerëson se serbët në Kosovë përballen me diskriminimin sistematik i cili mund të përshkruhet si përsekutim etnik me elemente të apartheidit. Ai gjithashtu thot se duke i bërë vetë qeverisjes lokale të pakuptimta aty ku serbët janë shumicë, rëndësia Asociacionit të Komunave Serbe është gjithashtu e pakuptim. Historiani Aleksandr Guxhić beson se Kosova po krijon kushte që serbët të zhduken dhe vlerësohet si sistemi i apartheidit fantastik po përsoset. Ai e krahason atë situatë me periudhën e sundimit të Slobodan Miloševićit dhe marrëdhëniet që regjimi atëhershëm kishte ndaj komunitetit shqiptar në Kosovë. Srdjan Barac, bashkëpunëtori i Qendrës për Stabilitetin Social, thot se serbët në Kosovë janë vazhdimisht të ekspozuar ndaj dhunës së hapur me qëllimet e qarta për t'ju pamundsuar një bashkëjetesë ose një jetë e tyre normale. Seanca konstitutive e Kuvendit të Kosovës u ndërprej edhe sot pas një përpjekje të re të pasuksesshme për të zgjedhur komisionin për votim të fshehtë. Vetëm 50 deputet vetuan pro, një ishte kundër, ndërsa nuk pati abstenime. Përpjekja e re për të konstituar parlamentin erdhi vetëm 24 orë pas ndërprerjes së fundit në vend të 48 orëve që ishte praktik deri më tani, sepse Bajrami fillon nesër. Vazhdimi i seancës është planifikuar për të shtunën në orën 11. Përfaqësuesi i Partisë Demokratike të Kosovës, Rashid Çalaj, u prit në hyrje të ndërtesës së Kuvendit të Kosovës nga avokati Arianit Koci, i cili në mënyrë simbolike bllokoi hyrjen në Kuvend derisa deputetët i bindin dakord për formimin e institucioneve të reja. Koci shpjegoi se është detyrë e tij si qytetar të kërkojë përgjegjësi nga deputetët. Dje kur ishte në pyetje Bajrami, ata menjëherë janë dakord që seanca të mbahet sot në vend që të jetë nesër. Ata bien dakord për gjithçka, por nuk marrin parasysh interesat e qytetarëve, tha Koci. Kryeministri i Kosovës me mandat teknik Albin Kurti njoftoi në mbledhjen e kabinetit se nga korrigu pagat zyrtare publik do të rriten për 55 euro. Zyrtarëve publik morën rritjen e parë me të njëjtën shumë në janar dhe do të marrin edhe 55 euro të tjera duke filluar nga muji i ardhshëm. Përfitime për nënat në pushime lehonie do të rriten gjithashtu, kështu që nënat e papuna do të marrin 326 euro në vend të 170 euro, ndërsa nënat e punësuara përveç pagesës prej 70% të pagës nga punëdhënësi për 6 muaj do të kenë edhe mbështetjen qeveritare për 3 muaj, e mbetur prej 390.5 eurosh.
Agjencia Privatizimit të Kosovës ka njoftuar shitjen e aseteve në të gjithë Kosovën përmes likuidimit. Likuidimi përfshin 101 prona në të gjithë territorin e Kosovës të ndara sipas kategorisë dhe potencialit të zhvillimit. Shitja përfshin 43 njësi bujqësore, 49 njësi banimi, një depo dhe një hapësirë zyrash në Prishtinë. Ky është një hap i rëndësishëm drejt nxjerrjes në shitjet e pronave që kanë qenë prej kohësh jashtë përdorimit, duke krijuar mundësi të reja për zhvillimin ekonomik lokal dhe investime afatgjate, shkruan Koha Ditore. Moti nesër me diell dhe tropikal i ngrohtë do të jetë pjesërisht me vranësirën e juglindje dhe lindë ndonjëherë me shira dhe bobullima, era do të jetë e dobët në drejtim të ndryshëm. Temperatura mëngjesit do të sillet nga 14 deri në 22, kurse ajo maksimale ditore nga 31 deri në 35 gradë Celsius.